Ish guvernatori i BÇK-s Fehmi Mehmeti, që tashmë udhëheq Institutin Hulumtus për Ekonomi dhe Financa, është me ne sot përmes telefonit. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje Dita, faleminderit për ftesën, kënaqësi të jetë gjithmonë mysafir, edhe pse tashmë këtë mirë përmes telefonit në emisionin e juaj, emisionin më të pëlqyer, më të shikuar, më të dëgjuar jo në Kosovë, por në rajon dhe në gjithë globin. E vlerësoj për më ta konfirmu këto në gjithë globin, kom qenë për një vizitë në Dallas, dhe në Dallas, në takimet në biznesin, njërë prej pranarët bizneset po më thot, Edita. Një se kom parë në emision të Edita, në tonë mesazh që e dëgjojnë dhe shikojnë në emisionin e juaj edhe në E vlerësoj shumë. E vlerësoj shumë faleminderit. Unë shumë deshta me taku dhe me pi një kafe, por për shkak të angazhimeve t'juja, kësaj here po e bojmë bisedën me telefon. Faleminderit shumë, jemi ke joni i vjetër i Radio Edukagjinit, e imi po ashtu. Për punën e jashtëzakonshme që e ke bën në bankën qendrore, ndaj edhe të kemi pas mysafir. Sot kemi thirrë për diçka të ndihshme, bisedat tona klasike në tavolina janë bankat s'po japin kredi. Çka është kjo, bankat s'po japin kredi? Ka Dita nëse ka mundësi në para se të fillu të tema konkrete, jo sot e deri dhe arsye se sot s'ko mund të qenë në emisionin e juaj live, me shumë kënaqësi. Po shpresoj edhe se nga javë e ardhshme kurdo mund të jem edhe në studio, është se sot është 1 tetor dhe kemi fillimin e vitit të ri akademik me studentë. Prandaj para se me shku të tema direkte, nëse më lejon e kisha bërë një farë që themi një urim për gjithë profesorë dhe studentë, në rastin e fillimit të vitit të ri akademik, duke i uruar një vit të mbushur me suksese, për kushtim dhe arritje të reja. Dhe tjetë kënjë vete freshëm për dijen, punën shkencore dhe zhvillim profesional të cilit prej neve. Studentëve ju uroj shumë motivim dhe këm gullin në rrugtimin e tyre akademik, ndërsa profesorëve falënderim dhe mirënjohje për përkushtimin në edukimin dhe formimin e gjeneratëve të reja. Së bashku tjetë kënjë vete ose të bëjmë një hap për para drejtëdijes, inovacionet dhe vlerave akademike. Urime gjithë studentëve. Ma e bukra fjalike, që ti vazhdojnë studimet me shumë këmbgulje. Kjo ke shumë e bukur dhe unë ju uroj që me këmbgulësi, me i përfundu këto studime, me i pas të qëllim jetësor, ju shkofshin në barë, bashkë me juve, stafin akademik. Sot kemi rastin të presin studentat e ri që do të fillojnë vitin akademik. Ta shpëmojnë ato tema e juve që është një temë me interes, është fakt që bankat, po shkojnë të bëjnë një kronologji e dita para prakisht, po flasë për rritën normave, dhe në pastaj do prekjo dhe këtë temën pse bankat sot nuk kanë mundësi ose si teme japin kredi në shumë vështirësi. Faktori kryesore përmend edhe jo që është evidente kemi dhe rritjet norma të interesit nga bankat dhe kjo zakonisht nuk bëhet në mënyrë të rastishme. Ajo lidhet me shumë faktorë makroekonomik dhe regulator. Unë i përmendin këtë rast disa prej faktorëve, ka shumë faktorë për përveçoj disa prej tyre. Në vend parë kisha veçuar në vendim Bankës Qendrore. Banka Qendrore e Kosovës e di që nuk cakton normat të interesit drejt për drejt. Mirë, po përmes rregullore të ndryshme, rezervat e detyrueshme dhe kërkesat për kapital, kjo ndikon në koston e bankave. Deri më tani, do ta potencoj, po flas në kusht të këtij viti, kur edhe jo përmend që kemi një rritje të normave të interesit, jashtëshmëria e kapitalit ka qenë 8 në raport në klasën e parë dhe 12 në total. Nga gushti e këtij viti, Banka Qendrore ka rritë këtë jashtëshmërinë e kapitalit në 10 dhe 14% në këtë rast. Pra, banka duhet të mbajë më shumë kapital i rezervë për çdo kredi që japin. Kjo do të thotë se kanë më pak hapësirë për dhënien e kredive të reja. Kosto e kapitalit rritet, sepse aksionarët e bankat mend që në Kosovë duhet të investojnë më shumë para në Kosovë për të mbrojtur normat e reja. Normat e interesit rriten për të kompenzuar këtë bllokut kapitalit që po çojnë bankave dhe që këtë kosto këta zakonisht e transferojnë te klientë e tyre. Të marrë një shembull shumë thjeshtë Dita me qenë se po flasim për publikun, që kuptojnë këto çfarë dashta me thonë. Edhe unë deshta me thonë ma konkret për neve që s'marrim vesh atë. Nëse një bank jep 100 milionë kredi, po flas me normat e vjetra, ajo është dashur me da, nëse shkojmë me 8%, është dashur me da 8 milionë kapital. Dhe kaç. Tash, po flas, kjo është pak më specifike se këto tash vjetë të peshuara me rrezik
ka me 0, ka me 70, ka me 100%, ka edhe me 150%, po për marrë me 100%, pra duhet të ndaj 8 milion euro kapital për 100 milion euro kredi. Me këtë vendimin e ri që kanë dhënë Banka Qendrore dhe ka rrit jashtëshmërinë e kapitalit të ka qenë 10%, banka duhet të ndaj 10 milion për 100 milion. I ki parasysh? Pra, i duhen 2 milion shtesë kapital me ngrinë provojza që nuk mund të përdorin për dhënien kredive. Dhe nuk kjo është një prej arsyeve kryesore dhe zakonisht në rastet e tilla bankat kërkojnë, aksionarët kërkojnë që edhe të arrujnë profitin e tyre, po edhe njëkohësisht mos të kapitalin e bllokuar thjesht ta kompenzojnë në formë të rritjes së normave të interesit. Pastaj një prej atyre faktorëve tjerë që kisha përmend në rastin konkret është edhe inflacioni. Inflacioni i lartë është, pra bankat në këtë rast rrisin normat e interesit për të arruajtur fuqinë vlerëse të kapitalit të tyre dhe për të ulur rrezikun që kursimet dhe kredit humbin vlerë. Kur inflacioni rritet, për shembull tash inflacioni me dhënat e fundit që kemi në dispozicion, shënon 4 deri në 5% parafisisht që dikon 4.53. Në këtë rast, kursimet në banka realisht e dini që kanë vlerë më pak. Qytetarët kërkojnë këtë më të lartë. Bankat për të mbrojtur veten nga humbja e vlerës reale, rrisin normat e interesit kredive. Në të njëjtën kohë, inflacioni i lartë e shton edhe rrezikun e mospagesës nga qytetarët, sepse shpenzimet e tyre të përditshme janë më të larta dhe kjo shtin banka që kërkojnë një lloj prime më të madh të rrezikut për kamatat më të larta. E kisha bënë një ndërlidhje të inflacionit në rastin konkret me kamatat. Inflacioni i lartë, që kupton pak më drejt, e rrit rrezikun dhe ul vlerën reale të kthimeve. Banka Qendrore reagon e rrit kërkesën për kapital, që bankat jenë më të forta ndaj rrezikeve, dhe në këtë rast bankat reagojnë duke i rrit normat e interesit, që të mbulojnë kostin e kapitalit shtesë, mbrohen nga rreziku i inflacionit dhe të sigurojnë fitimin e aksionarëve. Unë e kisha ndërhyrë në këtë rast, a ka qenë vendimi i duri Banka Qendrore që është marrë në këtë rast. Unë e kam pas shumë pyetje e dita në rastin kur Kosovë mas vitit 2021, mas vitit 2021, mas pandemisë, ka qenë e pritshme për secilin ekonomist që pak ka një uri mbi ekonominë, ka qenë e pritshme që do të kemi inflacion të lartë. Dhe më pastaj Banka Qendrore zakonisht të cilat emitojnë para dhe kanë të zhvilluar politikën monetare në rastet e tilla marrin veprime për të parandaluar ose për ta luftuar rritjen e inflacionit. Kom pas kërkesa, kom bërë analiza se çfarë mund të bëjmë ne si Bankë Qendrore, përderisa Banka Qendrore nuk ka politikë monetare të zhvilluar, që të parandalojmë rritjen e inflacionit dhe duke pas parasysh që Kosova kryesisht ka import shumë të lartë, që tash ka filluar edhe ende shumë ma shumë në sigurinë të plasën e përkëtjes, dhe mund të themi që inflacioni në formë importohet, nësë ka qenë një arsye që të rrisum kërkesat për rezervën e detyrueshme. Një po e kumpa që impaktin në luftimin e inflacionit ka qenë shumë minor, ndërka impaktin në ekonomi ka qenë shumë i madh negativ. Dhe për këtë arsye kum hezituar dhe rekomandimi ka qenë që mos marrin veprime të tilla, mos i bllokojnë bankat. Në rastin konkret, kemi pas një sektor dhe vazhdon edhe Banka Qendrore sot flas dhe thotë që sektori financiar në Kosovë shumë stabil, likuid dhe mirë kapitalizuar. Atër cila është nevoja që një rrit normat jashtëshmërinë e kapitalit në qupet 810 dhe prej 12 në 14 me bloku këtë kapitalit që përmendat që dikon si pas një analizët me minimalisht sektorit bankar në total bankave jenë bloku mbi 100 milion euro. Prandaj kjo në mas madhe e pengon edhe kreditdhënien e sektorit bankar. Një prej faktorëve tjerë që po ashtu e ndikon edhe rritjen e normave të interesit në depozitat. Depozitat janë rritur në vlerë absolute. Por vuallënia kredit ka ecur shumë më shpejt, duke çuar raportin kredit depozita nga 84%, sa ka qenë në dhjetor vitit 2024, në 91% në korrekt vitit 2025. Tash në dhënat e fundit që kemi në dispozicion ka shkuar dikon rreth 93%. Dhe kjo tregon një shtrëngim të likuiditetit të bankës. Likuiditetet e bankës kjo i vjen që
nëse më lejohet pak shkurt kisha folë për këtë pjesë që më kuptu drejt. Të 80% që është një farë sistemi raporti kredit depozita është modern. Kur të kalon, kur tash që ka rrit deri në 93-4%, atëherë këtu do të banka qendrore do të ketë kujdes se pjesa më e madhe e depozitave janë dhënë kredi. Dhe bankat nuk kanë parë në dispozicion për dhënë kredi të reja. Kur jashtojmë kësaj edhe ato elementet që i përmendëm më herët. Dhe për këtë arsye sot lodhën mesatare depozita e kemi dikon rreth 3.39%. Pra, kredia po rritet më shpejt se depozita. Dhe raporti kredi depozita ka rrit dikon tash në korrekt ke 90%, tash është dikon para koncept rreth 93%. Kur të te kalon 100%, vëzën kretë sinjalet e kuqe, dritat e kuqe që dhe pas shumë kujdes se bankat kanë probleme, do të gjejnë forma të tjera të financimit. Dhe kjo i shtyn bankat që prisin normat e interesa. Guvernator, me ju bo pyetjen nëse unë jam të e kuptu mirë që është e vërtet se bankat për momentin nuk po japin kredi, apo një përmbledhje gjithë kësaj që po e thu, për shkak të gjitha këtyre arsyeve. E para, vendimi bankës qendrore që ka rritur shmërinë e kapitalit prej 8 vjet dhe 12-14, e ka bloku thjesht para kërësisht mund të theme dikon e se shkojnë në shifër se marrët mesatarë dikon rrët 100 milionerë në total sektorin bankar, mund të atë shumë si me kapitali, ingrit, dhe me pastaj kemi inflacionin e lartë dhe depozitat që kanë arrit raporti kredit depozita ka shkullë në A ka rrezik për ndonjë krizë ekonomike? Realisht nuk pres që të ketë rrezik për ndonjë krizë ekonomike, po në këtë fsha potencuar një raport fundit bankës botërore, tash sigur para 2 vite, unë kam shoh edhe një postel lidhur me këtë, ku banka botërore parashikon që kemi një rritje ekonomike në Kosovë rreth 3.8% në vitin 2025 dhe vitin 2026. Dhe 2 faktorët kryesorë që i përmend që kanë ndiku këtë farlloj parashikimit bankës botërore se ka qenë parashikimit që do kemi një rritje shumë të madhe ekonomike në vend 2025-2026, është pasiguria ekonomike dhe dhënesa në formimin e institucioneve. Ishte pyetja tjetër, a ka ndikim kriza? Kjo mund të ndikojë negativisht në investimin, në zbatimin e agjendës së reformave ekonomike. Dhe ky raport kërson rëndësinë e përshpëtimit reformave strukturore dhe krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm ekonomik. Tash këta 2 janë faktorët kryesorë që janë të ndiku sistemi rritjen ekonomike. Nuk ajo që ka është kërkesa jeme është që edhe gjithë qytetarëve dhe juja si që të është që sa ma shpejt të meloni institucionin Kosovë dhe në pastaj të lojnë të merren me problemet e shumta që i ka Kosova ekonomike. A qëndron që për shkak blokadës institucionale 8 marrëveshje ndërkombëtare për financime dhe kredi me Bashkimin Evropian, publikuar me vitin e kaluar faqen zyrtare të kuvendit nuk janë miratuar ende? Qëshore, e di të marrë shifra kështu statistikore për të dhënë shifra, vetëm këto sankcionet që janë vendosur i Bashkimit Evropian, po flas për këtë periudhën nga qëshori i vitit kaluar, nëse zgaboj, kjo kur vendosen masat, kanë dikon nëse zgaboj praktikisht rreth 650 milion janë mjekët të cilat janë bllokuar dhe disa prej tyre kanë humbur krejt për faktin që nuk mund të disbursohen në Kosovë. Nëse këto pare, tash kur e thamë në 650 milion pare të cilat janë konë të gashme për të hi treg dhe nuk kanë hi në treg, mund ta arsutoj me faktin që nëse këto pare këshin hi në treg dhe ishin bë këto investime prej qëshorët vitit kaluar deri në tani, me siguri që kjo në masë të madhe do të ndikoj që të kemi një rritje të madhe ekonomike dhe këtë 650 milion që nësa i vë më shumë se 1 miliard ose 2 të pas parasysh gjenerimin e paras që kish mund me ndodhë. Kjo është një prej arsyeve që na thoshim që edhe mos konsiderimi kuvendit edhe mos aprovimi i marrëveshjeve me institucionet financiare ndërkombëtare. Po, stagnimi institucional, pasojat financiare janë këtu. Pasojat financiare dhe ekonomike i kemi këtu. Po provoj me mbyll si ma shpresdhënës këtë biseda, ka ndonjë mundësi me ul në të ardhmen gjitha këto norma, me ndru situata në vendin tonë, apo do të shkojnë veç në rritje?
Unë pres. Po flas specifikisht për bankat. Unë nuk e dita në ditën e kaluar me shumë pronar bizneseve, disa prej tyre që kom pas të vazhdoj të kemë dhe komunikim me ta, i kom këshilluar që në vitin 2025 të keni kujdes, për arsye se do të kemi një gjendje tronë kështu qyshe dhe po del që tjetë, të pas parasysh fakturat të cilët i përmenda më herët. Një po në rastin më të mirë, unë jam ka gjajnë optimist që të institucionet do të melohen dhe me pastaj në momentin e të merim të institucionet presi qeveria e re, kur do të shokë, sa ketë fokus vetëm zhvillimin ekonomik. Kërkesa jam kështu për gjithë ata që janë kandidat për kryeministër dhe pretendojnë marrë qeverinë dhe me ohej qeverinë e ashme për shumë vite, me që është janë të dita klasë kështë shumë hapur, kërkesa jam kështë me qenë që proceset politike pa dashme i me folë, dialogun me Serbin, morën një minister që të letë merët me ta, letë merët kryeministri kur kokon ndaj herë, e një 25 ministra tjerë sa janë letë merët me kokon zhvillimit ekonomik. Dhe në momentin kur kjo do të kje parasysh, dhe një këtanë të thonë që thesha me qenë kryeministër, me thonë që ti kim do qenë kryeministër, po me kosh që gjatë vitet vesh për sera për menë Serbin, ma shumë se për menë, bolësht. Dhe me thonë fokusohet vesh të zhvillimit ekonomik edhe kaqë. Një ekonomi një Kosovë ekonomike të zhvillume, në shkanë të vartë gjithë leve, edhe të mes betonë që kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Unë besoj që fuqia institucionale jona do të mund të funksiononte paralelisht me të dy temat, si janë e këne, veç vullneti duhet me qenë. Faleminderit shumë. Po pajtove me mu që tash. Absolutisht, e kom thonë, paralelisht mund punojmë dhe për kufi dhe për brenda. Serbia, ballo që të merët i bitlitrë që të kërë do tjetër edhe mone popullë. Me la përshtypje që thate ti mund flas hapur, për çka e pate fjalën? Ajo në çdo media mund flasim hapur? Për këtë pjesë politike, thashtë, në shkas të mbarë me politikë, dhe smerë me politikë. Okej. Menova mos po ju cenzurojnë media. Ashtë një e për kontra zi jam ka iko që më s'kem shumë kontakt në media në këtë kohë, jam ka pauzoj pas një periudet gjatë që kom pas dhe për kundra zë, po me ndovën aspektin politikë së smerë në politikë, që mbarë dhe zëtë merë në politikë dhe pak u përziva politikë në këtë pjesë dhe për shtalë njëra i lije pash e përmanda këtë qështë. Me të drejtë. Pra, në të ardhmen ne mund kemi pa rrugën je optimist, mund të ule normat pak. Për neve që kemi nevojë për kredi. Unë jam shumë optimist që do të ule normat e interesit, por banka qendrore do të ketë kujdes në rregulloret e cilat i ka parasysh. Fokusin e ka stabilitetin financiar, nuk ka nevojë me marrë vendime të tilla të cilat se banka në rand të parë, banka qendrore me legje ka stabilitetin financiar. Pajtona plotësisht. Një sektor financiar stabil e ki kur banka praktiki stabil. Dhe bankat kanë qenë stabile dhe në vazhdimsi deklarohet edhe banka qendrore me drejt edhe në kaluar në tash kemi një sektor bankar të shnosh. Prandaj nuk ka arsye për të marrë vendime të tilla të cilat ndikojnë negativisht në ekonomi. Mbi të gjitha përpos sistemi stabilitetit financiar, kërkesa ime në raport me sektorin bankar ka qenë vazhdimsi për 10 vite sa kam qenë aty, që bankat do të jenë në përkraje të bizneseve, në përkraje të zhvillimit ekonomik të vendit dhe do të ruhet kjo frym. Pra, të ruhet stabiliteti financiar dhe bankat jenë funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Me siguri e ngjarje për diskutimin e bankave të Shqipërisë që po shohin mundësi me dhon kredi për neve që vim nga Kosova. Sa mundet me i bë dam Kosovës kjo dhe sa mundshme është? Nuk kanë të drejtë, për arsye se ligji i Bankës Qendrore në eksplicite thotë kush do, askush nuk ka të drejtë që ta përdor as emrin Bankë Kosovë pa qenë licituar nga Banka Qendrore. Nëse ndodh ndonjë veprim i tillë, ajo është i kundërshëm dhe duhet merret. Dhe për ata që investojnë në Shqipëri? Për ata që punojnë dhe jetojnë në Shqipëri dhe kanë biznes në Shqipëri, atëherë marrin, unë kam informata që kemi një investim shumë të madh në Shqipëri nga Kosova që është ka ndodhur dhe biznesi tyre në Shqipëri, me kredi në Shqipëri dhe punon në Shqipëri. Jo, mendova si shteta si Kosovës investon në Shqipëri, nëse e mundson këtë një bankë në Shqipërisë. Banka e Shqipërisë ka raste, mos i përmendim me emra, por një shumë biznese të cilat janë duke vepruar në Shqipëri dhe janë hapse biznese atje. Për krahun janë persona të shtetas të Kosovës
mi po përkrahen në Shqipëri nga sektori bankar, ka një qasje shumë të lehtë në sektorin bankar në Shqipëri. Diskutime si fund të shoqënive në tavolina janë se Maqedonia ose Shqipnia ka ma shumë pare se Kosova. Qa dënë me thonë kjo? Po raporti likuiditeti në sektorin bankar dhe në Maqedonia dhe Shqipnia përmena disa prej arsyeve që i përmenda si përsëris janë faktorë që i kanë ndikuar raportin e likuiditetit. Jo rastisht të përmena që raporti i likuiditetit ka qenë për shembull në 2024 84% raporti kredi depozite, dhe ka shku në 91%, kënë korrekt, tash ka shku në 92-3%, dhe kjo në mas madhe shtrëngon likuiditetin e bankave në Kosovë. Arsye të përmenda, ke vendimi bankës qendrore për rritjen, ke inflacion. Por si qëndrojmë ne karshi rajonit, po flas sidomos ndaj dy. Po tash këto reformat ekonomike që në kriju Kosovë, që përmena edhe raportin e bankës botërore, që përmend dy faktorë kryesor që kanë ndikuar parashikrimin e bankës botërore më herët, ka siguria ekonomike dhe bonesa në formimin e funksioneve, janë faktorë kryesor që janë në mas të madhe duke e pengu ose engadasur rritjen ekonomike në vend. Ndërkaq nëse marrim Shqipërinë dhe Maqedoninë, nëse mos të flasim për Shqipëria sot mund të themi që ka realizuar aspektin ekonomik, por pas parasysh që kanë investime shumë të mëdha vetë te Kosovës, kanë kaluar 100 milionë euro vetë këtë vit. Ne kemi informata nga Banka Qendrore e Shqipërisë, mund të përmendem se shifra mbi 300 milionë euro janë investime që kanë shkuar nga Kosova në Shqipëri, pa përmend vendet e tjera. Tash zhvillimi ekonomik, tash kjo dhe kërkesat dhe është një falsitet, një falsëgjiri në haka shumë që e ngrenë një rrasmet në aspektin pozitiv në rastin konkret Shqipëri. Por kur është negativ, një halkë ku të dikon dhe në pastaj si një gjirë nuk funksionan. U gëzova shumë që të ndëgjova. Shpresoj me ju taku shpejt. Faleminderit për këto minuta që ja dha radios. Kënaqësi gjithmonë, uroj ditë mbarshëm dhe zëria. Gjithashtu ju shkoft mbar me studentët. Miru pafshim. Faleminderit, pafshim.